Në ratë për e falenderit shumë për mikëpritin që na bëhet që na nderut me këtë medalje. Ne e kemi ditë edhe para ndeshje sa është dëshira e madhe për gjithë popullin, për gjithë anën banë shqiptar që janë në Evropë, në botë. Edhe me ju kazu drejt personalisht nuk e kom planifiku që kemi me u as biletën e këthy që nuk e kam, kështu që ka qenë një goditje e rëndë për neve, edhe pse besoj që nuk e merituam humbjen, kemi luftu, kemi bo çmos për të bërë ëndrrën realitet. Unë në emër të ekipit ju falenderoj shumë nga zemra juve, si presidente, falenderoj shtetin e Kosovës, e falenderoj gjithë juve gazetarëve, e falenderoj Federatën e Futbollit Kosovës që sot na me vërtet kemi kallëzu nëse vazhdojmë rrugtimin kështu bashkë, mund të arrijmë çdo sukses edhe mund të kalojmë çdo betejë. Kështu që po shpresoj në të ardhmen se kemi një gjenerat shumë të mirë, shumë gjenerata e ardhë po vjen, akoma nuk e kemi arritur atë gjeneratën e ardhë. Unë jam shumë krenar me veten që jam pjesë e stafit të Kosovës, kapiteni i Kosovës kisha pas shumë dëshirë me udhëheq ekipin në Amerikë, por ja, ndonjëherë fati nuk të përcjell, kështu që ju falenderoj gjithë me nga zemra në emër të ekipit, edhe shpresoj që takimi i radhës do të jetë me një kualifikim në Evropian ose në botëror.